Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi ka thirrur mbledhjen e Këshillit të Rregullores pas vendimit të pasbardhur ende të Gjykatës Kushtetuese, e cila rrëzoi ndryshimet e miratuara nga shumica socialiste në rregulloren e Kuvendit. Në këtë vendim kushtetuesi është bërë ndërhyrjet që parashikojnë shtimin e komisioneve parlamentare nga 8 në 11. Gjykata kishte refuzuar shqyrtimin me procedurë të përshpejtuar të kësaj çështje, ndërsa pas këtij zhvillimi në Kuvend janë depozituar vetëm propozime të reja nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Nga ana tjetër, Partia Demokratike ka reaguar ashpër, duke cilësuar këtë veprim të Peleshit si një shembull të qartë të standardit të dyfisht. Sipas demokratëve, kryeparlamentari po mbajnë qëndrime të ndryshme për çështje të ngjashme në varësi të interesit politik të mazhorancës. Në deklaratën e saj, Partia Demokratike sjell në vëmendje precedentët e mëparshëm, duke kujtuar se për 3 muaj me radhë Peleshi refuzoi të mbyllte Këshillin për Rregulloren, mandatet dhe imunitetit për kërkesën e SPAK-ut ndaj ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku me arsyetimin se priste zbardhjen e një vendimi të Gjykatës Kushtetuese. Demokratët theksojnë se në rastin aktual, ndonse vendimi i kushtetueses ende nuk është zbardhur, Peleshi ka vendosur të therrasë menjëherë mbledhjen, çka sipas tyre bie ndesh me nenën 132 të Kushtetutës dhe dëshmon vullnetin e mazhorancës për të interpretuar në mënyrë selektive vendimet e Gjykatës Kushtetuese. Por opozitën kjo sjellje përforcon dyshimet se mazhoranca synon të kontrollojë procedurat parlamentare sipas interesit të saj politik, duke cënuar balancën institucionale dhe funksionimin normal të Kuvendit.